Të dashur qytetarë të Pejës, faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq të përzemërt kur na ndajnë vetëm një javë nga dita kur votojmë bashk, fitojmë bashk, e festojmë bashk sepse si vjet viti i ri nis një 30 më herët. E në këtë marshim të përbashkët drejt fitores pandalshme, një fitore që do t'jetë edhe më e madhe se sa ajo mendon shkurt, e vërtetë është, përkohësisht mund t'i ndalin sollat, por kur nuk do të mund t'a ndalin popullin, sepse populli është burimi i sovranitetit, sepse Republika e Kosovës është themeluar mbi idenë e lirisë e jo të blokadave e të pengesave. Faleminderit shumë që keni ardhur sonte këtu dhe punoni për çdo ditë, për çdo orë që ta realizojmë fitoren e cila jo vetëm thjesht e duam, por na duhet. Në mandatin e ardhshëm duhet t'i vazhdojmë projektet e mbara e të mira, por gjithashtu edhe do të nisim shumë të tjera për disa prej të cilave do të flas sonte. Por le të rikthehemi këtu ku jemi në Pejë. Ne me Spitalin e Pejës jemi përqendruar tek modernizimi dhe ja kemi shtuar një rezonancë magnetike që është tejet e vlefshme për banorët jo vetëm të Pejës. Për 20 vjet në Kosovë kanë qenë vetëm 2 rezonanca magnetike, me qeverisjen tonë në këtë mandat 4 vjeçar janë shtuar edhe 3 të tilla e njëra prej tyre për Spitalin e Pejës. Në Pejë do t'i zgjerojmë shërbimet shëndetësore duke hapur edhe poliklinikën specialistike stomatologjike, sepse kujdesi shëndetësor duhet të jetë i qasshëm, cilësor dhe afër qytetarëve. Shëndeti publik nuk pret dhe as nuk privatizohet, për këtë e keni mundësi e garanci qeverisjen tonë. Pastaj, në gjitha rajonet, përfshirë Pejën, ne do ndërtojmë sisteme të reja të ngrohjes qendrore, për ta përmirësuar cilësinë e jetesës së familjeve dhe për të garantuar zgjidhje efikase, të qëndrueshme dhe të përballueshme energjetike. Ju e dini dashur qytetarë që në termoelektranat e Kosovës A dhe Kosovës B, duke djegur qymyrin, linjitin, e shndrojmë energjinë termike në energji elektrike, e që më pastaj energjinë elektrike ribëjmë termike, sepse aq shumë shpenzojmë për të ngrohur me të. Andaj, kogenerimi, sistemi i ngrohjes është zgjidhja. Unë e di që ju i nxeni sallat me pjesëmarrje, por nuk mjafton kjo. Duhet i kemi të ngrohta dhe shtëpitë tona, dhe kjo bëhet duke e pasur kogenerimin, sistemin e ngrohjes me energji termike, me avullin e termoelektranave të qasshëm për ngrohjen e shtëpive të këndshme familjare, anë mban e në veçanti këtu në Pejë. Pastaj e kemi rrjetin e rrugëve, teje të rëndësishëm. Do të ndërtojmë magjistralin e Dugagjinit që e lidh Prizrenin, Raovesin, Gjakovën me Deçanin, Pejën dhe Istogun. Vazhdojmë ndërtimin e rrugëve Deçan, Plavë dhe Pejë Rozhaj. Do të ndërtojmë rrugën Pejë Kuqisht dhe rrugën Tranzit në Pejë për qarkullim më të lehtë dhe qytet më funksional. Njëkohësisht do t'i finalizojmë rrugët Dolz-Gjakov dhe Kiev-Zahaq, krahas rehabilitimit dhe modernizimit të gjitha rrugëve rajonale. Po t'i kishim filluar vetë nga fillimi,
do të ishim tani të përfunduar me këto projekte. Pikërisht për shkak se kanë keq planifikuar, nuk kanë shpenzuar kohë në përgatitje, ekzekutimi i tyre është zgjatur tërkuz, për shkak se ata paranesh, të nderuar të pranishëm, nuk e kanë pasur fokusin te rrugët e reja për qytetarët, por te shpërndësimet e vjetra për vete. Dhe me neve, kjo ndryshon një herë e përgjithmonë, trashëgimia e tyre e keqe do të ndreqet për hir të qytetarëve, por ajo çfarë ne e nisim përfundon shpejt. Urat që janë ndërtuar mbi lumin Ibër në Mitrovic nuk janë bërë shpejt, veç se thjesht bëhet fjalë për Mitrovicën, po për shkak se janë ndërtuar në pronë publike dhe ku nuk ka pasur as keq planifikim, as mungesë të përgatitjeve dhe natyrisht as nevoja për shpërndësime që në rastin më të mirë çojnë gjykata. Ky është dallimi i madh kapital që e kemi ne me ata për investimet kapitale. E investimet kapitale të dashur qytetarë të PE-s kanë pasur vitin e tyre rekord 2024-shin 654 milion euro. Në mandatin e ri, as një vit me më pak se 1 miliard euro shpenzime kapitale. Në vijim do të investojmë këtu në PEI në hapjen e 5 qerdheve në lokacionet Barandra Ushiq, Leshan, në Bërgjan dhe në Vosel, duke i bërë ato të përballueshme për çdo familje në qytetin tonë. Për ta inkuadruar gruan kosovare në tregun e punës, është e domosdoshme të ndërtojmë qerdhe. Për 4 vjet e 9 muaj, gjithsej 74 qerdhe janë ndërtuar ose janë në ndërtim e sipër, qofshin të reja apo të përshtatura nga hapësirat e ndërtesave arsimore. Ndërka që ata para neve, për 17 vjet veç 4 qerdhe. Pra asnjë qerdhe në mandat nuk e ka ndërtuar. A ne për një mandat 74 qerdhe. 66 herë jemi më të shpejt se ata. Në mandatin e ri, PEI-a bëhet qendër rajonale e inovacionit dhe sipërmarrjes. Mbështetet inkubatori i biznesit pranë Universitetit Haxhi Zeka, ofrojmë aty hapësirë moderne, mbikëqyrje dhe mbështetje financiare për studentët, gradë dhe trit me ide inovative. Në mandatin e ri, forcohet lidhja mes universitetit, sipërmarrësve dhe sektorit privat. Kjo e nxit zhvillimin ekonomik lokal dhe rajonal, dijes i jepet rol prodhues. E për ta lidhur tregun e punës me aftësimin profesional, tashmë i kemi 32 shkolla profesionale anë mban 17 komunave të Kosovës me 2600 nxënës që i kanë kryer sistemin dual në 16 profile të ndryshme. Për çdo diplomë shkolle do të ketë një vend pune dhe të gjitha zanatet do të profesionalizohen për paga më të larta e për cilësi më të mirë. 3 lloj turizmit do t'i zhvillojmë në PEI, është turizmi kulturor, turizmi shëndetësor dhe agroturizmi. Turizmi kulturor bazohet në pasuritë historike dhe trashëgimin e PEI-s. Ne marrim përgjegjësi për ta ruajtur atë dhe për ta zhvilluar më tej. Shteti investon në mbrojtjen dhe restaurimin e aseteve kulturore me rëndësi kombëtare. Qeveria i mbron objektet e kultit si pjesë e identitetit historik të vendit. Do t'i mbështesim zejtarët, zanatet tradicionale përmes politikave shtetërore të kulturës dhe të zhvillimit ekonomik. Zejtaria e ruan dijen e trashëguar dhe krijon vlerë për turizmin kulturor. Shteti e lidh kulturën me punësimin dhe me ekonominë lokale, e qeveria juaj në mandatin VM e mbështet ndërtimin e objektit të ri të muzeut të PEI-s si institucion publik i kujtesës dhe i historisë.